Përshëndetje. Përshëndetje. Si është situata i përballë ndeshjes me Dinamo, derbi? Tani si është situata në ekip pas atij eliminimi nga Elbasani, një ndeshje me shumë polemika për shkak të gjykimit? Përshëndetje. Situata është e mirë në ekip, atmosfera është e mirë pavarësisht largimit nga një objektiv që ishte kryesor për ekipin tonë. Por djemt kanë treguar që në fushë dinë të luajnë shumë mirë. Këtë muaj që kaluar janë paraqitur jashtëzakonisht shumë mirë dhe shpresojmë që të vazhdojmë po kështu edhe ndeshjen me Dinamo. Dinamo ju ka mundur edhe në fazën e parë dhe të dytë. Është ky momenti që të merrni revanshë? Ne është vërtet që me Dinamon në të vetmin ekipe që kemi pasur vetëm rezultate negative, por në dy fazat e para kanë qenë episodët, sidomos në ndeshjen e fundit, në episodin në minutën 85-86, ku kishim një rast dy lojtarë tonë kundër portierit të Dinamos. Shpresoj që kemi korrigjuar disa gabime që kemi bërë ndoshta atëherë dhe ne sigurisht do vim vetëm për 3 pika. Vini në të derbi me pikë të barabarta. Një fitore do vendonte vendin e 4. Atëherë nuk është ndeshje jashtëzakonisht shumë vendimtare, sepse janë edhe 9 ndeshje të tjera, ka ndeshje përsëri. E mira është që jemi në lojë, jemi aty, çdo gjë varet nga duart dhe këmbët tona, nuk varemi nga tjerë. Nëse e kam thënë edhe më përpara, nëse ne vazhdojmë të marrim pikat tona, nuk do shohim fare për tjerë, kështu që do vazhdojmë. Besoj do jetë një ndeshje shumë e mirë, luftuar nga të dy ekipet, duke qenë se edhe Dinamo pas aty rezultate negative tashmë ka rregulluar, duke fituar 3 ndeshjet e fundit. Kështu që të lejmë fushës. A ju shqetëson diçka para kësaj sfide? Ka diçka në skuadër që? Jo, asgjë nuk na shqetëson, djemt janë mirë, çdo gjë është në rregull. Stërvitja ka shkuar shumë në rregull. Jemi munduar të rikuperojmë pak lodhje nga 120 minutat e kaluar me Elbasanin, por duke parë që mund të kemi edhe disa djemt që janë të freskët, atëherë çdo gjë është e gatshme. A ka kërkuar kontingjentin e plotë të lojtarëve për përballë kësaj sfide? Kontingjenti janë ato që janë, kuptohet, lojtarë që janë, mungesat dihet, mungesat janë afatgjate, mungesat Marku Prekas, nuk dua t'i përmend shumë se janë bërë tashmë, janë bërë si ripërsëritje në çdo konferencë që mungojnë, sepse kanë dëmtime të gjata, keko, bashkë me ta. Por janë, kontingjenti është, ne s'kemi vuajtur asnjëherë, edhe kur e kam thënë më përpara, u shifte me shumë habi, por kontingjenti është, kjo është e mira e klubit, kemi shumë lojtarë, shumë element që jemi të gatshëm për ndeshjen. Kupa iku, një objektiv. Mbetet kampionati, çfarë do të bëjë Kërnai dhe djemtë e tij për të arritur këtë objektiv? Atëherë djemt bashkë me ne, me stafin, do bëjmë atë që kemi bërë deri tani, të gjithë bashkë, grup, të japim maksimumit, të vrapojmë, të derdhim djerës në çdo centimetër të fushës dhe sigurisht që rezultatet do vinë aty.